Me menimin tim, Putini pat një shans të artë, kur bisedimet po shkoshin në shumë konstruktive që u fut në loj shumë edhe Kina duke ofru që ai tjetë një aktor i rëndësishëm. Dhe në këtë kontekst, Putini duhej ta shfrytëzonte më mirë dhe të mos agravojë situata. Përsa i takon rrafshimit e parafshimit, për mua është dështim shumë i madh kjo që i nolli Rusisë dhe Putinit dhe tregon që lufta e ka dobësuese. Lufta dobëso këdo dhe do jetë një bumerang nëse Putini do të kërkojnë dhe të bëjnë një hakmarrje shumë të fortë. Se po bëri një hakmarrje shumë të fortë, shifet se nuk ka më potenciale. Se të ishte aq potenciali fort, nuk i nollte kjo që i nolli. Bilerusia është të shquar gjithmonë për shërbimet sekrete shumë të suksesshme. Dhe atëherë ku i ka shërbimet sekrete kur futen me shit shtëpia Drunrit dhe i bëjnë gjithë të repreziale, pra tregon që nuk është aq i fortë dhe të lën forcën më një anë. Kjo luftë është e stisur dhe duhen gjithë të jenë të maturuar dhe të shkojnë drejt paqes. Është një luftë ka stis liberalët. Putini duhet mos bien kurth, se por kur dhe po tregu jegër do humin Putini, se me Amerikën kanë hum luftën e ftoftë, kanë me hum çdo luftë. Aq më tepër që sot Gjermania ishte në krah të djathtë si asnjëherë me Amerikën. Po dojle të kalojnë kratë majtë në Portani, se s'kalon do të. S'kalojnë do të se moj të arra. Gjermania lozë një rojë. Gjermania me atë që dhuratën, me gjithë me dhuratën që i bëri Trumpit, Merz tani në takimin që kanë bërë, do me thënja ishte për te asaj certifikatet të gjyshit. Jo, në politikë lozën gjithmonë mesazhe subliminale. Po lërë se Trumpi Gjerman, Trumpi e ka thonë gjithmonë jam Gjerman. Nuk ka lidhje, në një moment lufte, në një moment krize, që janë dy fronte të rëndësishme, mos harrojmë dhe Izrael-Palestinë nga ana tjetër dhe me veton e Shtetet Bashkuara të Amerikës në lidhje me pushimin pa kushte të Izraelit, të Hamasit, Izraelit dhe Palestinës. Pra janë të lidhura. I bëri një dhuratë që ishte vërtet i bëri certifikatën e lindjes. Kancelari Gjerman Merz i bëri sot në dhomën ovale presidentit të Amerikës Trump në një kornizë certifikatën e lindjes të gjyshit të tij të 1868-s, diçka e tillë, në të cilën i kujton të Trumpit që ishte Gjerman dhe prejardhja nuk harrohet, pra mesazhi, por ajo që ishte dhe më e rëndësishme i tha diçka për emrin e gjyshit të tij. Friedrich është një emër, tha, i fuqishëm. Kjo do të thotë që dhe ti e i fuqishëm, por mos harro ku i ke rrënjët. Po se praktis do të Gjermanin, më Trumpi e praktisje. Zonja do bën një emision për praktisje, flasim për aleanca. Mos ka pasur edhe në shqiptare këtë randë. Me siguri do t'i dalë edhe